Prishtina nuk ishte stacioni I parë I ndalesës në Kosovë për Elisa Spiropalin. Kryediplomatja shqiptare zgjodhi që takimin e parë ta ketë në Prekaz te familja Jashari. Aty u pa e shoqëruar me homologun e saj kosovar Glau Konjuca. Nuk dihet nëse atë e uroi teksa ishin në Dërnicë për detyrën e re, por një gjë të tillë e bëri kur erdhi në Konak në Prishtinë. Nikoqiri I solli edhe një dhuratë, të cilën më vonë e bëri publike vetë Konjuca, që po ashtu I bëri një peshqesh mysafirët. Në një konferencë të përbashkët për media, Spiropali garantoi se Kosova është prioritet absolut I Shqipërisë dhe se kjo e fundit do të jetë kraj djathtë I shtetit më të ri në Evropë për çështje diplomatike dhe jo vetëm. Kjo nuk është retorik solidariteti dhe as formul diplomatike, është orientim strategjik I qëndrueshëm shtetëror. Forcimi I subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës është interes kombëtar I drejt për drejt I Shqipërisë, përveç se është dëshirë e jon e zemrës. Çdo njohje e re, çdo antarësim I ri, çdo hap drejt konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës është investim në sigurinë, në dinjitetin, në stabilitetin e të gjithë hapësirës tonë shqiptare, por edhe të rajonit. Kryediplomatja shqiptare tha po ashtu se siguria e Kosovës është prioritet mbi prioritete për Shqipërinë. Siguria e Kosovës është prioritet mbi prioritete për Shqipërinë dhe siguria e Kosovës është siguria e vetë Shqipërisë. Kjo nuk është figurë retorike, është vlerësim strategjik dhe ne duam ta shohim Kosovën sa më pranë strukturave të NATO-s. Marrëveshja e përbashkët mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë është një element I rëndësishëm për jo vetëm për trajnimet përbashkëta e për sigurinë e përbashkët, por edhe për afrimin e Kosovës me strukturat e NATO-s. Mbajtja e samitit të NATO-s në vitin 2027 në Tiranë duhet të jetë një mundësi e shkëlqyer për afrimin e Kosovës me strukturat euroatlantike. Mysafirja që erdhi në Prishtinë foli edhe për dialogun Kosovë-Serbi, ku nënvizoi se ky proces duhet të përfundojë me njohjet në ndërsjellë dhe se ky akt, siç thoi, e liron edhe rajonin e Ballkanit Perëndimor nga tensionet e trashëguara. Serbia duhet pajtohet me këtë realitet, jo si akt presioni, por si hap I domosdoshëm për normalizim të vërtet. Kjo marrëveshje duhet I hap përfundimisht Kosovës rrugën për antarësim të plot në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Spiropali foli edhe për gjykimin e krerëve të UÇK-s në Hag, për të cilët tha se janë figura që përfaqësojnë një kapitull të caktuar të historisë shqiptare të rezistencës. Ne nuk kemi në një garë se kush apo cili I ka mbrojtur më shumë të drejtat, por jemi pa diskutim në një test të koordinimit ton, të harmonizimit të qëndrimit ton, sa I takon jo vetëm drejtësisë ndërkombëtare në Hag, por edhe qëndrimit ton kombëtar mbi luftën e UÇK-s, mbi legitimitetin e asaj lufte dhe mbi të drejtën e këtij populli për të mbrojtur me forcë të drejtën ndërkombëtare në nivelet më të larta. Sa I përket bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë, ajo paralajmëroi se gjatë vitit 2026 do të mbahet mbledhja e përbashkët mes dy qeverive pas 4 vjetëve mungesë. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Spiropali u prit edhe nga presidentja Vjosa Osmani, kryekuvendarja Albulena Haxhiu dhe kryeministri Albin Kurti.